Mirëmëngjes të gjithë teleshikuesve, jemi ritakuar sërish së bashku me rubrikën e showbizit. Dhe me si borën tonë si pjepër. Si portokall. Jemi bërë si portokall, thot. Pjepër. Pse ka pjepër kaq portokalli? Moj si bora. Ke probleme me ngjyra. Ola pjepër apo po është pjepër në gregjishtin okej. Ose nga poshtë, po, pjepër, ha pra. Pa mirë, hajtë, po bëjmë pjepër sot. Shumë portokalli, si bora. Hajde zëra të pjepëri joni bukur sot. Atëherë, do ja nisim me Antonelën dhe Marinelën. Së fundmi ato kanë patur daljen e tyre në gjykat, ku prokuroria ka kërkuar 3 vite burg për Marinelën dhe 3 vite punë në bashki për, jo punë në bashki, më si quhet. Me detyrim shërbim pro. Njësoj është po. Mësuar në bashki, Marinela do vetë edhe unë të bëj një vepër lokale. Mirë, nga të lapsus. Lapsus e ka përsi ty unë si bora, dikur. Sot i ma. Ja ka lezet, ja kështu njës dita mbar. Ja, me këto lapsus edhe mija. Ska gjë. Lapsus edhe pjeprit. Okej, do bëjmë meme dhe nësi Ledione. Se qa ka më shumë se ti aj. Ma adja jo në fillit ishte veshur me golf si puna ime. Botox. Ledioni më shumë se unë ka botox. Po ka botoksin me ishte dopsuar fare. Ishte ajo pra skincare i Ledionit, që u bë viral. është bërë një dorë, është bërë. Që bëm këto të dyja si përfundim o si bora, o futën punë bashkëja po jo. Tashti ako nuk është saktuar tamam vendimi, duke se nëzorën edhe këshu në media. Po në një video, që ishe shumë të lumtura të qeshura dhe i policit me policin, po. Po mirë dhe polici po vidion dhe... Shteti në këmbë. Po që të bëjaj, dhe budallasht aj? Të kesh dy aty. Nuk më duket aq e drejtë që kjo Marinela të bëj burgë. Po nuk do bëj burgë me jo, se ka djalin, kush do arresi djalin pastaj Klea? Ha? Kush do arresi djalin? A i tjetër është 6 vjeç i Erion Veliaj dhe do dhe mamin shpi. Po së është 2, ka më shumë nevoj për kujdesje. Aha, mire thash? Mire, bravo. Turp të keni? Turp. Catë nënët, catë njerëkës aty. Turp. Mire, ka në mbaj të ki informacion tjetër. Turp të kesh. Vazhdoj. Tani, nëse mbajnë mend, nëse kujtojmë tek Big Brother 1-shi, lidhja e Beatrixës me Donaldin shkaktoi një urrëtie shumë të madhe në popull. Po, populli jon trim trap dhe heroik. Po. Beatrixa u kthye në personin më të urryer në Shqipëri. Po jo mi. Në atë kohë. Vërtet? Po, madje së fundi se ne disa gjëra e dinim, që ajo po merrte urrëtie kështu e dinim. Po kjo ajo la të mirë na tha edhe një gjë që ne nuk e dinim. Trixës në atë kohë, pas daljes nga Big Brother, filluan të thyenin edhe xhamat e makinave, filloi të merrte sulme nga më të ndryshmet nga ndjekësit. Dhe ky është edhe një vendim i cili e shtyu atë të zhvendosë për të jetuar në Amerikë. Po jo me në Amerikë ka jetuar gjithmonë Trixa bashkë. Ka jetuar, po ishte kthyer, ishte një periudhë kohe që po rrinte këtu. Edhe përpara hyrjes në Big Brother në fakt. Ka qenë një moment, madje nuk e di pse të shne, po ka qenë një kohë që unë ndiqja atë dhe ishte tërkohën këtej. Është pak sa e pa drejtë, më dhimbset pak, sepse sa do kudo, okej, mund të kishte faj që hyri në mes, po në ana tjetër edhe Donaldi e dha shpresa. Edhe të bëhet një kaq... Qa ndodhi së fundmi? Jo, kaq, thjesht ajola nga trevertë. O pika që s'u bie shqiptarëve. Po të thërë xhamat e sa makinës. përndoqën parodin, qa po ju bën Edi Rama nga mëgjesi deri në darkë edhe thonë let më vari për gjuhë, unë prapë së ndo votoj, e ju pas ka prishur punë Beatrixa për një romanticitet se i hantat i tjetrit. Më dhimbset. Çfarë këtu bëdallë? Më dhimbset me të drejtën se gjëna është thjesht një vajzë. Thjesht Trixën po sulmoi ti në këtë rast. Jo me zemër shqiptarët analfabet. Po Trixa, pra. Çi thon bukur shqip? A di ti si thon bukur shqip? E me mirë. Shiko, Trixa ishte ajo goca mamit, me thënë të drejtën, për këtë vejlur. Ishte paksa shumë e llastuar për moshën që kishte. Ishte 26 vjeçë në atë kohë. Oj, nëna ime. Jo, Egli është më rënd akoma, po mirë. Pse i kemi këtë gocat të rënd? Rënd. Shu janë, është
Unë nuk e di, ai formulari testi psikologjik që bën përpara se të futen te Big Brotheri. Ka përshtypje që ai psikologër si këto. Jo, nuk e kuptoj. Domethënë duhet të jesh kuku që të futesh apo nuk duhet të jesh kuku që të futesh? Se më duket duhet të jesh kuku që të futesh. Çfarë do të jesh ose bër? Kuku. Kuku. Ose delulu, si e thon. Ui. Kuku, si e thon gjest. Mirë, shiko Beatrixa në këto momente duke më e lumtur, duke sigurisht ka kaluar. Po do kaloj ose për ashtu gjë kalon në shpirt. Kaloj moj edhe. Kaloj me vetë informacioni tjetër. Atëherë, sa për Big Brotheret e më parshme, ne kemi patur Ilnisën aty, kemi patur këtë vit edhe Serlon. Shiko, kjo deri diku ja ka për vetës. Po, dakor. Nuk ishte një figurë shumë e pëlqyer për tu parë. Kishte shumë ligësi brenda saj. Mendoj unë. Edhe unë ashtu mendoj. Mendoj unë. Tani kur së duan as qend. E ka fshë gjeni për prandaj e thash. Po. Atëherë, së fundmi, Viserlo ka folur për marrëdhënien e tij me Ilnisën. Me sa duket, këta të dy pas kanë qenë shok, goxha shok. Dhe Viserlo e komentoi prishjen e miqësisë, sikur Ilnisa filloi me xhelozitë e saj dhe thjesht një ditë papritur Viserlo e pa veten blok. Një kishte bërë Ilnisa blok. Tani, e para punës, unë nuk mendoj në fakt se miqësia e tyre do... Edhe në qoftë se ishin miq, nuk mendoj se do vazhdonte, sepse janë të dy njësoj. Të dy acarus. Kështu që njëri do acaron të tjetrin më shumë se ç'duhet. Në këtë rast të acaroj Viserlo Ilnisën më shumë se ç'duhet. Janë edhe lloj vet këta. Po, por realisht unë nuk e kuptoj këtë blokun. Blokun e kotë, se të ngacmon dikush edhe të rritë të shkruan gjatë gjithë kohës se kështu jam dakord t'i bën blok. Po kur tjetri nuk ta varë, për çfarë duhet t'i bësh blok? Çfarë mendon ti Greta për blokun? Është gjendje emocionale e njeriu që në momentin që bën blok duket sikur ja ka menderosur ky i pari. Po nuk e kupton, më duket shumë fëminore, shumë veprim adoleshentësh. Domethënë zura unë me ty të bëj blokun ty. Ty as nuk e kem plan me më shkryt ndonjëherë. Nuk e kem plan të më shkruash, po unë prap bëj blok ty. Sepse të bën të ndjesh mirë, pra duke qenë se e di që unë nuk do të shkruaj dhe ti ndjesh rehat që kjo s'mund të më shkruaj tani se i bëra unë blok, jo se ajo s'do të më shkruante. Në sytë e mi duket thjesht një veprim psikologjia e njeriu. Më jam dakord, po është mendja, gjë e madhe. Nice, mendja gjë e madhe, se në fund ditës Viserlo nuk gjente dot një Instagram tjetër falso që ti shkruante. Okej. Mirë, kalim pak edhe të informacioni fundit të përgatitur për sot, ta mbyllim pak sa ëmbël. Atëherë, për një kohë të gjatë, Butrin Timeri është duke u përfolur për një lidhje dashurie me një modele turke, e cila quhet Sezen. Jam parë në për disa foto bashkë, po së fundmi, çifti duket se është duke e planuar avashavashërisht një marrëdhënie. Postojnë shumë shpesh foto me njëri tjetrin, shkojnë me pushime së bashku. Pas kjarës erdhi Turqja, kaloi në turke. Po mirë, shumë bukur, çfarë keq e ka? Çfarë mendon ti? Mua më pëlqen si çift. Edhe mua më pëlqen shumë. Më pëlqen si çift, më shumë se sa me Kiarën. Unë se dija që Kiara me Butrintin kishin qenë të lidhur. Se di e ti shpirt? Jo. Mora vesh kur filloi Big Brotheri dhe u përfol atje. Në fakt po të shikosh periudhën kur Kiara ka qenë e lidhur me Butrintin, ka qenë made in AliExpress. Mirë, gjithsesi ne urojmë që çifti të jetë si sa më mbar. Edhe të zgjasë marrëdhënia, pse jo? Patjetër. Dalin edhe këngë dashurie kështu. Mirë, ne ju falenderojmë që ishit me ne sot, po ju lëm në shoqëri të programit të mëngjesit dhe bashkë do të ritakojmë sërish ditën e nesërme. Me kismetin e Zotit.